Universiteti i Shkodrës ka nënshkruar një marrëveshje me autoritetin e dosjes. Rektori Xhuraj ka theksuar rëndësinë e kësaj marrëveshje, ndërsa është ndalur tek synimet që ka Universiteti Luiç Gurakuqi me këtë nënshkrim. Kjo marrëveshje zyrtare, bashkëpunimi që do nënshkruhet sot midis dy institucioneve, sipas meje ka 4 synime kryesore. Spari, nëpërmjet kësaj marrëveshje ne do nxisim dhe do inkurajojmë kërkimin shkencor. Së dyti, prandaj edhe është Fakulteti i Shkencave të Edukimit, është çështja e edukimit qytetar. Së treti, ne do të promovojmë, dhe kjo marrëveshje promovon nga pikpamja mediatike të kaluarën komuniste. Pra ne do ta ndriçojmë si duhet atë dhe pa diskutim që do ta zbardhim, siç e thash, në mënyrë shkencore, duke lidhur këtë pastaj që pas një pune kërkimore ose pas një studimi ne do të mund të dalim edhe me konferencat përbashkëta në të ardhmen e afërt, por edhe me botimet përbashkëta. Drejtuesja e autoritetit të dosjeve ka përshëndetur këtë bashkëpunim pasi marrëveshja do të jetë standardit akademik. Kështu që jo se s'është bërë kujtesë gjithë këto vite që sa mbaroi sistemi, njerëzit, sidomos në Shkodër, kemi parë një fole të interesuar shumë qytetarësh që vazhdimisht ka aktivitet, ka shoqata aktive, është muzeu i dëshmive të përndjekjes, bashkia ka që shumë e interesuar, ka ndodhur vazhdimisht kujtesë, po bashkëpunimi që bëjmë sot me Universitetin e Shkodrës e ngre, të themi, gjithë kujtesën në një standard akademik. Marrëveshja i shërben publikut edhe për të hedhur drejt mbi të kaluarën e vendit tonë. Përmes kësaj marrëveshje do studiohet edhe për veprimtarinë e sigurimit të shtetit gjatë regjimit komunist.